Do ishte, po themi, me njoll. Unë shkoja takoja në Burg, këtë. Ku? Në Spaç. Ke vajtu në Spaç, jo? Po, dhe në Zejmen. Tani, një sekundë. Do ti ke vajtu në Spaç, nga Tirana shkruaj në Spaç, disa herë, dhe pastaj ma thanë Komitet Partisë Kombëtëritën, tha ti edhe shkruan edhe bën tha edhe shkon në Spaç për takuar. Ti shkruaj ndërkohë si gazetar atë? Unë shkruaj. Te cila gazetë? Unë shkruaj ke Gazeta Puna dhe ke Bashkimi. Ke Bashkimi. Ke Drita, ke Hosteni. Takoj vetëm këtë, apo ta shikoj? Jo, takoj. Spaçi më disha ku ishte atje, po ky vinte në takim atje. Shkoja me vëllai sepse vetëm dhe po ti kush jem thosh, më i thashë djal teze, sepse mbiemrin tjetër ky mbiemri tjetër. Edhe në Zejmen. Do ky ishte një personazh që ty të frymëzoi për të bërë atë histori? Jo, i thash unë Maksi nuk duroj dot, i thash unë do të hike. Po ti pse ishi? Mu tha, se isha më gjithë. Doja të shikoja, doja lirin, doja kisha një kështu, nuk kam vuajtur. Nuk e pasur arsye. Jo, nuk kam vuajtur, isha natyrë, doja lirin. Liria unë po dhe isha ëndër. Edhe tha ti s'merr vesh, tha mu ti s'ke për të hik dot, tha, se ti se njeh kufirin. I thash unë shëtis me shërbim, se me shërbim nga gazeta. Tha nuk kam për të kapur, tha, duro tha kur të dalun, tha. Edhe mbajti një 3-4 vjet mua duke pritur Maksit. Kur doli me Burhanin, Burhan Kalaja. Burhan Kalaja. Në mos gaboj duhet foto mas kësaj? I lutem regjia? Kjo është Burhani. Burhani ishte inxhinier, ë? Jo, teknik miner është. Teknik miner është. Dhe ky punonte në Valies. Në Valies. Po. E futën Burg për agitacion propagandë, kishte edhe teatrin ky ishte pas në kohën e Zogut. Kam pasur fatin sepse nuk jeton më. Burhan Kalaja ta intervistoi një intervistë e vetë. Ti je i vetmi që e ke marrë në emision këtë. Dhe tha, unë tha nuk edhe familja ruaj si gjë të shtrenjtë atë intervistë që e ke marrë ti këtë. Jo, unë gjë të shtrenjtë të ruaj letrën që më ka dërguar familja. E kam origjinale dhe po edhe ata e kanë kujtën të bukur sepse po, është vërtet. Dhe Burhani më tha një fjalë. Unë tha nuk isha armik i regjimit, tha. Unë tha ata më morën tha në çon Spaça, aty bëra armik, tha, se unë si isha armik. Po, për çfarë futun Burhanin në Burg? Për fjalë goje, tha. Agitacion propagandë. Dhe ti u bëre shok me të dy këta. Burhanin e njofta nëpërmjet Maksit. Po. Ishte djalë shumë i mirë, me vlera shumë të larta dhe më tha do të hikim, duro. Ta rratisësh. Do të hikim. Po? Mirë, thashëm, me datë 23 qershor. Po? 1990. 1990. Po? Ka qenë ditë e shtunë. E shtunë? Këta ishte ditë e shtunë, në orën 2:30 më vinë tek shtëpia mua, i bien derës, ku Luani këtu, sa nëse u fut ky bashkë me Maksin. Ishte martuar me dy fëmijë. Ishte martuar, djali ishte i vogël disa muaj aty. Disa muaj. Elio. Vajza Elio. Edhe tha, shpejta një çik raki, tha pi çik rakin, tha mua. Edhe kisha raki u piva, mos më zete, unë dhe me një teke. S'më zete rakia, piva një dopje, s'më zete rakia nga frika, nga emocionet. Se? Tha do ikim atje, tha do futem në ambasadë. Nëse si do futen, ku do futeni tash? Zbrita u ndava me babajin, si ishte babai. Se u përcollën ato. Po, u ndava me ata, mora, ika me këta. Ikëm, priste sa Aureli poshtë. Priste sa Aureli, ku hipëm atje, ishin dy çuna të tjerë larg. Thashë unë si njifsha ata të tjerë. Kur kalum ke Ministria e Jashtme atje, Unaz, ndaloi era Boris Fatos Kaceli, se Fatosi ishte shoferi sa Aureli. Liazit. Të parkut të minerave. Parku minerave. Era Boris edhe hypën e tre tjerë lart. I thotë që po merrni gjithë teronin me vete, do merrni tash që po unë kështu. Tha mos ki merak, thashë është organizuar. Ato ishin shokët e Tosit. Burhani ishte me mua dhe me Maksin, edhe Tosi. Ishit lart? Lart. Po, para kush ishte? Para neti Maksi me Burhanin, ne ishim lart. Edhe tha merrni nga një lev, tha. Në një lev, po lev pse? Po sepse nëse do hipshin policat nga spondet, ta godisnin. Po ti more lev ti? Po ma dhan levën se do të mbrosha, ishte aksione. Unë pika levës tënde. Jo, i bi unë, se po shubi, po jo policit, s'do, se polici shkret bënte detyrën. Po? Dhe vajtëm në fark. Në fark hoqëm xhamin e makinës, sepse nga goditja mos thyes xhami edhe tha Tosi, tha, ore, mos ma ktheni fjalën, tha, se unë s'kam ku shkoj me këtë makinë, tha. Atyre i kishte thënë jam në Puk, se shkonte bënte rrugën e Pukës ai. Po? Edhe unë nisëm në 4 pajçarek, drejt tek ambasada amerikane sot. Italiana ishte porta e madhe atje. Porta nga ana e gjuhëve tuaja. Gjuhëve tuaja ishte atje. Një policist e ulur, një tjetër ishte kapur aty në hijen e se binte pema, hije dhe Burhani, Tosi e hypi sa Aurelin mbi trotuar, Maksi bërtiti. Drejt, sepse mund t'i shtypte ata. E sigurt që do t'i shtypte. Po? E sigurt. Edhe ishte dhe Maksi ka thënë fjalën më lapidar. U xe Burhani. I tha, po ti tha pse e ktheve? I tha, unë nuk marr lirin, tha,
duke i marrë lirinë të tjerëve, tha. Fjalë, për fjalë, ka thënë Maxi. Shoferi. Maxi. Maxi, jo shoferi. Shoferi që ka celi. Tosi shumë trime, shumë ashtu, tha Maxi, tha, unë nuk marrë lirinë. Dhe çfarë bën makina në shkoj larg? Ikëm shkum ke studentat. Atje filloi një sherrë i madh. Ato çunat nuk e njihshin Maxi që tha, po ti tha pse na ktheve, pse na bënë ne për erdhën për këtë etj. Jo do kthehemi, jo me Luani do kthehet, tha, se Luani është i martuar, i tha Maxi. Maxi tha këtë, unë kam parandjenjë, tha, kur nuk më hec një gjë e parë, në të dytën do të ndodhi fatkesi. Unë do kthehem, tha, e kam parandjenjë, tha. Kush? Maxi. Po Luani do vi me mua. Burani unë dze me Maxin. Fillun ato s'do vi Luani. Luani dun për gazetar, tha, se Luani të ngjit fjalat në Itali, tha, kur të thot, tha, që qa bëhet në Shqipëri e ku ta diun e tjerë. Ti gazetar? Gazetar. Po? Dhe me zi hika do me Maxin. Ti u ktheve? U ktheva me Maxin. Qa bëri sa Por hika tosim, tha, o Luan, hajde një minutë, tha. Të lutem, tha, del nga ora 9, tha, deri në 10-11, shiko, tha, si do në shkoj reakcioni, tha. Nëse në ndodhë gjë, tha, na kapin, tha, lemro familjen, tha, se mos na qenë mrapa malit me grobën, në pushkaton e vrasin, tha. Po kjo ishte edhe me spet, se mundoj gjë, thash, po nëse si ec aksioni mirë, unë e disha çfarë ore do futeshin. Dhe kishe frikë se mos dyshone që kam spionu. Edhe hikëm në. Në orën 9 mora një bicikletë dikun edhe vajta atje. Pritë, unë e pritë s'ka, kur 9:40 zbret Aureli atje, mush me gaz. E pe vetë me sytë tu? E pas me sytë mi. Qetësi, se në atë kohë s'kishte makina. Po ku zbriti, te rruga Budi? Jo ke rruga Budi, lartë nga ke studentat, sa fillo ku ka qenë një televizion, dikur që ke qenë edhe ti, dikur ka qenë një televizion. Do të thënë përballë aty ke ekonomi filologjiku. Aty zbriti, mush me gaz, unë e pash. Do rrugë Elbasanit. Rrugë Elbasanit edhe erdhi. Unë hypa bicikletën në trotuar. Po. E pe makinën. E pash makinën. Pa xham. Me shpesi, pa xham. Goditi portën, ato... Pe vetë me sytë tu, edhe ajo njëro përplaske kangjelet në të modhe, sa Aureli me shpesi deri në fund. Kush për ndishte ngjarën? Kush për shikon dhe tjetër? Asime në i qift që po kalon të aty dhe policat ngelen kështu. Ishin dy policë, njëri thoshte, futu ti, shtyshi njëri tjetër se s'jam bante. E u futën e 2 metër. Doli ka fazi eroje. Sa metra u fut kamioni brenda? Shkoj deri në fund fare. Tek muri, ke ana tjetër, ke ana tjetër. Ke kangjelet. Me shpesi. Po, italian çfarë bën pastaj? Doli ka fazë eroje, vetëm ka fazë eroje doli, që kishin atë shërbimit të brendshëm. Po? Oficer. Me pantallon të shkurtë, si ishte kampionati botëror në Itali në atë kohë. Po? Edhe doli ai me pistolet. Me pistolet, ë? Po, veni, largon gjithë. Aty që u futën. Të gjithë aty. Hapi atë, ishte kaput zinxhiri, hapi atë, ne rinte deri. Ajo çiti ato për të ishin këto policat. Erdhi zëvendës ministri. Më duket se ishte kadri Ismailiati. Më duket. Po, dhe erdhi ai aty dhe tha, kush ishte me shërbim këtu, tha? Filani. Qa makinë ishte? A i tha, unë isha atë, su afrova. Tha, kjo makinë, shef, tha, kaloj, tha, edhe në orën 4 këtu, tha. Ishte pa xham, tha. Edhe, gabimisht e hypi ke trotuari, tha. Edhe ju e pa, tha, dhe nuk lemrot, po, ku e dishim në, tha? Ku e dishim çdo bonte, tha. Hiku, tha, poshtë, mendum se është i pishëm. Sa veta ishin, tha? 17 veta, ja futi kotaj nga Frika. Qa makine ishte? Ishte e Fierit. Në fakt ishte e Fierit, ishte Tiranës e parkut minerave. Ishte me targa tëra? Me targa, ishte Aureli ri. Dhe hikni, largoni, i morën 2 policat dhe i futën në aro. I arrestuan? I arrestuan ata, i futën me zërë, nuk e di fatin e tyre. Dhe unë hika në shtëpi... Ja, ky është Buran Kalaja. Ky është Burani, kjo është pjesa... Intervistës, parë se të vdesi, parë se të vdesi ndalet nga jeta e shkreti. Edhe më tha mua atëherë, tha, po më merë, tha, po do t'i vdes Landit në studio, më tha. Mos vdes aty, se ishe shumë keq nga gjendja. Me gjithë e kishe dëshirë, kishe shumë respekt edhe për ty, tha, do vi. Edhe erdi. Kjo është intervista e fundit që ka dhënë ai. E vetme. Një vetme. Po dhe ata mbetën brenda. Kush i mori brenda ata pastaj? Ata u futën, dolën ata italianët e i futën brenda në dhomë. Aty ishin dhe ata të popajt. Popajt kishin hikur. E kishin hikur në Kishin hikur popajt. I kishin ikur në fund të vitit. Këto ishin të parët. Më mrapa Burhani më ka thënë që aty brenda ishte edhe një çun vetëm nga Shkodra. Ishte fut para këtyre? Ishte fut para tyre, po s'ishte bë fare zhurmë. Po si ka mundsi? Po nuk e di. Se dite as policia, s'dite gjë as. Kush është ky? Morë vesh emrin? Se mora vesh. Domethënë edhe përpara këtyre pas ka qenë tjetër. Gjetëm aty tha. Po zbëri boj. Atë ditë pastaj Zëri Amerikës dha. Son do gjë. Se kjo është e bukur kjo. Zëri Amerikës
Elis Bibera. Nga Elis Bibera, tha, lajme si që kemi nga Tirana, tha, ajo thuhet gjithë, thuhet, ato kishte edhe të vërteta, si gjithmonë e thoshin ato, po thuhet për qenë brenda. Po? Edhe tha, thuhet si një grup djemsh, tha, nga Tirana, tha, ka sulmuar ambasadën italiane, futur brenda, ka kërkuar sërim politik. Ka zëra, tha, se midis tyre ka qenë edhe i gazetar. Sa tha, atje unë marrova. Dhe zëra Amerikë se kishë marrë vesh, Po, pa kishin thonë, kanë pyet ke ambasadë italiane, ke ambasadë italiane, ka njoftuar ata. Po i kanë thonë këta që ishim kaq veta. Në fillim ishim edhe gazetar. Ishim kaq se çishte makina, i kanë treguar me detaje gjithë. Pastaj plasi futja në ambasadë. Pastaj u futën të tjerë, midis tyre edhe motra ime me dy korik. Ku? Tek Gjermania, bashkë me shoqen e me. Ti u futet edhe ti? Unë u futa brenda. Ti Gjermania? Ki Gjermania me dy kalames, aty u futa edhe Maxi. U futa me gjithë fëmijët ti? Me gjithë fëmijë. Po pastaj çfarë? Po jo me Saurel. Po jo me Saurel, u liru. Nga muri, nga ana mbrapa, nga muri aty u futa. Edhe neta 2 ditë atje ishte 3200 veta, ishte një gjendje skandaloze atje, pis, ku erdhi autoboti ujit, njëri u fut brenda deri këtu, pinin ujë atje, me ne urinonin aty syt grave, syt fëmijëve. Ishte një gjendje skandaloze. Pastaj nuk dinim a do iknim apo jo. Djalit e Elis fillon të dilin disa puçra të vogla. Çfarë thua? Po. Ai qante, bënte fëmijë, edhe tha motra, për mua dil, tha, mos rri, tha, se kështu si po boke punë, tha, edhe ne mu dalim, ti dilte dhe mu shamene këti time, tha, po të shoqi, dalë edhe unë, tha, i thash unë, Gjono, do dalishte? Unë vdesta dhe s'dalë, tha, kjo le të vithë, merë ti në shpi, po dhe ishte, tha, unë s'dalë. Ta merë motrë, tha. Dhe ti dole dhe nga Gjermania? Unë dole dhe nga Gjermania. Dhe si kemë dhe pas? Ato mbajtën emri shënim atje, i mbajtën gjithë ato. Mbajtën gjithë. Po foto të bërë? Edhe bën edhe foto. Bën edhe foto? Bën edhe foto, po edhe mua dhe nuse, se edhe kalamajve, po nuk... Ati ishte edhe Klaus Gjasula, 2 futbollistët e dikte që kanë qenë 1 vjeç, 2 vjeç, me ty aty? Po, e kam marrë vesh. Edhe dori foto? Edhe ai në Itali. Ka qenë edhe në Itali, ka qenë edhe njëri në Itali. Jo, në Gjermani. Klaus Gjasula, futbollist i kombëtarës, do thënë, sepse ka dalë me foto, e kanë nxjerrë Kasio Dervishi për... Ka qenë edhe njëri që ishte shtatzan, e ama, me këtë, dhe lindi rrugës ai, ka lindur rrugës, edhe u bë futbollist në Itali. Teatrin e kam takuar. Duke i kurandej, ishte shtatzan. Po, teatrin e kam takuar unë dhe më tha këtu kështu më tregoj. Se për qenë korrekt, ajo foto e Maxi me Buranin u takuan. Foto e Buran Kalas është marrë nga Kasio Dervishi. Ai e ka. U takuan në traget pastaj. Edhe Burani thoshte, "Ku Luani?"